Përshëndetje mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje të komplikuar në këtë moment. Dhe personi juaj i zemrës i ka duar të lidhura. Pra, nuk ka mundësi të bëj asnjë gjë në këtë pjesën tuaj, në lidhjen tuaj, në raportin tuaj. Çfarë do të ndodhë më tej? Pra, si është gjendja aktuale dhe çfarë do të ndodhë më tej në këtë moment? Pra, personi i zemrës tuaj i ka duar të lidhura. Është i vetmuar, është shumë i mërzitur në këtë moment, që po shikoni këtë video dhe po fokusoheni te ky person, te personi juaj i zemrës, është i mërzitur, është shumë i vetmuar. Jeni në një lidhje të fshehtë, të komplikuar dhe hëna ju mbron në dritën e saj. Juve ky person ju shikon si kjo dritë, si ky fener që mban në dorë, në tunelin e errët ku duket drita juaj që shkëlqen në fund të tunelit. Ka shumë mendime, shumë gjëra që do t'i zgjidh dhe tek ty shikon femrën e fortë, atë femër që ka përballuar gjithë problemet, vuajtjet, mërzitjet, trishtimet në këtë histori. Është një person pozitiv, si ky perandor, i fokusuar shumë tek pjesa e punës, ku do të haroj problemet dhe gjëra që ka me ju, gjithë gjëra që ka me ju. I ka duart të lidhura, bën pyetjen, po, në këtë moment, duart e tij i ka të lidhura. Pra, është sikur ka vendosur një mur në pjesën e tija, në pjesën e kësaj marrëdhënie. Por thot, kjo histori juaja është një histori e sinqertë, e cila do të zgjidhet në paqe. Pra, do të jepet një drejtim dhe ky lajm do të vi shumë shpejt në jetën tuaj. Pra, lajmi i personit që i ka duart e lidhura do të vi shumë shpejt për të zgjidhur në mënyrë faqësore këtë situatë që ju ndodheni. Me kë rezonon kjo histori, ky lexim? Me kë shenjë të horoskopit? Me Denin, me Dashin, me Peshqit, me Shigjetarin, me Akrepin, Binjakët, Vrisjapin, Gaforen dhe Luanin. Faleminderit shumë, miqtani, mos harroni të më bëni subscribe, i like dhe një thank you të vogël poshtë videos.